Profeti Muhammed i tërheq vërejtje njerëzve që nuk punojnë edhe jetojnë parazit me mashtrime, grabitje, vjedhje të tjerë dhe thot: mos qëndroj pa punë në shtëpi, mos e zgjat dorën duke kërkuar lëmosh, mos e mbyt veten nga uria, përdor çfarë të ka dhuruar Zoti prej fuqive, mundohu me mënyrë të ligjshme të arrish në ato mjete kënaqësie, të përfitosh prej çka krijuar Zoti në qiell e tokë për qetësinë e dëfrimin tënd. Çdo njeri duhet të përfitojë nga të drejtat shpirtërore e trupore, por jo në dëm të tjerëve, me falsifikime, dhunë, drogë, prostitucion, trafikime të tjerë, të cilat janë të ndaluara në mënyrë kategorike nga ligjet islame shpallur në Kuranin fisnik. Detyra e njeriut është të ngrihet në shkallën më të lartë të përsosurisë së tij morale dhe të luajë rolin e tij të shenjtë dhe të rëndësishëm deri ditën e fundit të jetës së tij. Në ndërtimin e jetës, çdo njeri do të komunikojë ose bashkëpunojë me të tjerët, por edhe këtu kërkohet të respektohen ligjet islame, të cilat urdhërojnë për drejtësi e vllazëri, nxitja për të mirë e largim nga ligësitë, që të ruhet i pastër morali shoqëror. Të jetosh në shoqëri dhe të zhvillosh marrëdhëniet në mes njëri tjetrit është cilësi e vetë natyrës së njeriut nga krijuesi i tij, por jo të barabartë nga aftësitë dhe mundësitë. Në Kuran, sure Es-Zuhruf, ajeti 32, thuhet: ne kemi përcaktuar ndërta gjendjen e jetës në këtë botë. Ne kemi dalluar disa në shkallë më të lartë se të tjerët, që të kenë nevojën e njëri tjetrit për shërbim. Sipas ajetit kuranor, nëse njerëzit do të ishin të barabartë për nga aftësitë dhe mundësitë, nuk do të kishim nevojë për njëri tjetrin dhe jeta në shoqëri nuk do të kishte kuptim. Secili lidhet me një njeri tjetër për nevoja reciproke, qoftë edhe në martesë për krijimin e familjes, por ligjet islame nuk lejojnë që një njeri të dominojë mbi tjetrin.